Përshëndetje të dashur fëmijë. Unë kam kaluar një javë shumë të bukur, pasi ishte dita e fëmijëve. Jam kënaqur shumë, kam bërë shumë aktivitete dhe jam me super energji për të nisur emisionin. Mirëdita edhe nga unë, Pimbi. Ju uroj të gjithë fëmijëve ta gëzojnë festën e qershorit. Edhe pse ka kaluar një javë e plotë, përsëri e urojmë njëri tjetrin, sepse jemi shokë që të gjithë. Dhe sot në studio kemi vërtetëm shokë shumë të mirë. Para disa javësh, të kujtohet Pimbi, kishim vetëm vajza, ndërsa sot vetëm djemë dhe shumë pak vajza. E po mirë, le të njihemi me këta kampionë, sepse ju e dini që ne kemi në studio vetëm kampion gjithmonë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si të quajnë? Johan. Johan, ta gëzor sa emër të bukur që paske. Faleminderit. Çfarë të pëlqen të bësh në kohën e lirë? Në kohën e lirë më pëlqen që të luaj futboll dhe të lexoj libra. O Sa Johan, mirë do ti luajnë. ke ardhur dhe kur ke qenë më i vogël? Po. Se që ke rritur sa mua. Mirupafshim Johan. Mirupafshim. Ç'kemi, si e ke emrin? S'kemi, unë e quajm Gleo. Leo, e mbër shumë i veçantë. Gleo, çfarë të pëlqen ty të bësh në kohën e lirë? Mua në kohën e lirë më pëlqen të shkoj televizor dhe të luaj futboll. Televizor dhe futboll, do luajmë bashkë pasaj futboll. Mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje. Unë jam Pumbi. Përshëndetje. Po ti kush je? Klevi. Klevi, kam dëgjuar që shkolla juaj është shpallur kampion. Po më trego pak. Po, me ndihmën e mësueses tonë të dashur dhe ndihmën e shkollës së Vasti Qiriazi ne jemi shpallur kampion. Si quhet mësuesja? Daniela. E përshëndesim Danielën. Mirë, do flasim më vonë, do kënaqemi sot. Mirupafshim. Pafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Mësuesi të quajnë? Unë quhem Nikola. Nikola, sa gola ke bërë me kokë? Se di. Se tokët të rinë kështu se kur i ke rënë topit me kokë, pium, e të ndihmojnë. Po mirë, më thuaj, çfarë pozicioni kishe në skuadër? Unë nisa sulmues qendror. Sulmues qendror, ke bërë shumë gola. Po, Qëndrove gjatë gjithë lojës apo Po. zëmcove? qendrova. Kur të mbaroj emisionin të luajmë bashkë, të shikojmë pastaj sa qendror do jesh. Në rregull? Në rregull. Mirupafshim. Përshëndetje, si e ke emrin? Unë quhem Matia. Matia, më thuaj, cili është futbollisti yt i preferuar? Futbollisti tim i preferuar është Cristiano Ronaldo. Po skuadra jote e preferuar? Është Skënderbeu. Qëndërbeu, sa qef, faleminderit, mirupafshim. 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 Përshëndetje. Përshëndetje. Mësuesi të quaj? Ansel. Sa vjeç je? 10. Në cilën klasë je? Në klasën e 4. Çfarë pozicioni ke në skuadër? Unë jam në pozicionin qendër mesfushor. Qendër mësuesor. Atëherë, cili është futbollisti qendërmesfushor që ty të pëlqen më shumë? Futbollisti im i preferuar që është në qendër mesfushor është Bellingami. Ai është mbrojtës. Jo. Ja futa kod. Jo, më Pipi nuk e di ti. E pesa mirë djalin. Mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Mua më quajnë Genton. O Pumbi, Gentoni ka në këmishën e ti, ka shokun ton Mikin. Ua, ta shikon pak. Shiko, gjëja që mua më bëri më përshtypje sa Gentoni erdhi këtu janë këto flokët. Shikoj sa bukur i ka bërë. I ke lyer? Po, i kam lyer. Je inspiruar nga ndonjë futbollist për këtë modeli se unë Mesit ja kam parë. Jo, unë i kam bërë vetë. Është model Jo. personal. Po. Sa mirë. Po kush Do na është, lyesh dhe neve? kush është futbollisti jut i preferuar? Futbollisti im i preferuar është Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. I bëj të fala dhe nga unë. Mirupafshim. Mirupafshim. Va, o Pumbi, gjitha vetëm djem. Po pra dim, s'ka Edhe mbarim njeri më sot. mirë se tjetri. Me të vërtet, kampion pra, si të quajnë? Mua më quajnë Rejan. Ore janë, të gjithë në një skuadër jeni ju. Po. Pandaj na kanë ardhur gjithë skuadra këtu. Po pra, po ti, çfarë pozicioni ke? Unë jam në pozicion në krahun e majtë të sulmit. Mirë, më thuaj atëre me kë skuadër ose me cilin shtet je në këtë botëror, që bën tifo? Në këtë botëror unë jam me Spanjën. Me Spanjë. Me botëror. Shumë fat Spanjës, mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje, si e ke emrin? Noel. Enoel, sa emër i veçantë. Faleminderit. Noel, çfarë të pëlqen të bësh në kohën e lirë? Në kohën e lirë mua më pëlqen që të luaj futboll dhe të lexoj ndonjë libër. Më thuaj, cili është libri yt i preferuar? Libri im i preferuar është Poliana. Po skuadra jote e preferuar e futbollit? Skuadra ime e preferuar është Real Madrid.
Shumë mirë. Do kënaqemi me gjithë ka kampion sot. A do bëjmë pastaj një ndeshje e bashkë kur të mbaroj emisioni? Po, skuadra e Pumbi do fitoj. E Pimbit. E do ta shohim. Okej, Mirupafshim. S'kemi Pimbi dhe Pumbi, unë quajmë Kenza. T'kemi bukuroshe. Shikoj një Sa princeshë syra të vërtet na ka bukura, sa ardhur këtu. flokë të bukura, sa buzëqeshje të bukur. E shikon o Pimbi, që ka më të bukur se ty. Rritani. Kanë gjallë nga mua, me pak fjalë. Kinza, të pëlqen ty që kur të rritesh të bëhesh një princesh? Po, Pa Cila jash princesh? princesh po Pumbi. Bitresh. Ke ndonjë të preferuar? Ndonjë personazh të preferuar që e ke ti? Rumi. Rumi, sa bukur. Ma më thuaj, çfarë të pëlqen ty të bësh në kohën e lirë? Mam që të bëhem doktoresh. Doktoresë. Sa bukur. Do më shërosh edhe mua kur të sëmurem. Ky sëmure ca shumë janë, do ta shërosh? Faleminderit, mirupafshim. Përshëndetje bukuroshe, si të quajnë? Elena. Elena, çfarë të pëlqen të bëhesh kur të rritesh? Doktoresh. Doktoresë, kemi dy doktoresë asa që. Sa mirë më vjen që fëmijët kanë kaq shefin ndihmojnë njerëzit. Më thuaj pak cila është shoqja tënde më e ngushtë ose shoku më i ngushtë. Djelza. Djelza. Çfarë lloje luan ti me Djellzën shumë shpesh? Hapa dhe lapa. Ku salse o brapa, dice të kapa. Do luajm. Mirupafshim. Po me një kusht, do t'i mbyll Pimbi. E ne do fshihemi dhe nuk do na gjej. Mirë. Të fala Djelzës. Po, Përshëndetje. Pumbi do të kënaqemi. Kjo është shoqja ime më e mirë në botë. Më thuaj si të quaj. Do hash qershit? Qershi edhe luleshtrydhje. Sa qef. Më thuaj si të quajnë. Djelza. Djellza, po ti që ke një diell i vërtet mo. Ua, Djellza sa na ishte- ngrohu studion. Ishte ajo që i bëm të fala që pari. Po e mbaj mend. Po më thua ty çfarë të pëlqen më shumë? Të lexoj libër. Libër. Cili është libri Po, më i thuaj preferuar? libër. Bukurosha e fjetur. Oh, Ti që ke me të vërtet ajo besoj. jemi të shpjegoj pak si janë gjërat. Ta i libri. Unë jam bukurosi, nësa kjo është e fjetura. Jo, gënjen. Ja ta pyes një Djellzën. Djellza, kush të pëlqen më shumë ty, Pimbi apo Pumbi? Pimi. Pimbi, faleminderit. Kam shumë xhan. Mirupafshim. Pafshim. Mirupafshim. Ju përshëndes të gjithëve dhe këtë të shtunë qershori, ndoshta është fillimi i qershorit, ne do të jemi së bashku deri në fund të muajit qershor, deri në datën 28, kur kemi dhe mbylljen e sezonit të emisionit Pimbi, Pumbi dhe Miqtë e Vegjël, dhe këtë fillim qershori ne e nisim me super energji. Siç e shihni, në studio un kam të ftuar vetëm 3 vajza. Njëra është në Kopësh, 2 janë në klasën e parë dhe 9 çuna të tjerë janë kampion. Këta janë nxënësit e klasës së 4 në shkollën Sevasi Qiriazi me mësuese Daniela Naston, të cilën unë e përshëndes. Japim një përshëndetje dhe një duar trokitje mësueses, e cila ka sjell kampionët e shkollës në këtë emision. Si fillim, Pimbi, Pumbi, përshëndetje. Përshëndetje. Si kaloi fundjava për ju? Super shkëlqyeshëm. Super, u kënaqem U shumë. kënaqet Kishit shumë ato sepse kishit edhe një festë shumë të rëndësishme, si është ajo e 1 qershorit. Dhe më lejoni të uroj të gjithë fëmijëve, jo vetëm në qytetin e Korçës, por e nis me radhë, gjithë fëmijët që kanë ardhur në këtë studio, gjithë fëmijët që do të vinë në këtë studio, gjithë fëmijët e rajonit, i përshëndes të gjithë fëmijët dhe ju uroj të jenë vetëm të lumtur dhe të gëzojnë plot 1 qershore në gjithë jetën e tyre, të kenë vetëm buzëqeshje. Te a gëzuar të 1 qershorin? Faleminderit, Jonida, por unë tash me konsideroj veten të madhe. Nuk e festoj 1 qershor. Ja, edhe ne e festojmë 1 qershorin, po të na thonë gëzuar, themi vetë. Po unë prapë të tash gëzuar. Gjithmonë njeriu në shpirt do të ketë të mbrojtur atë pjesën e të qenurit po. fëmijë. Kështu që nuk është keq të thuash Jo, nuk. gëzuar 1 qershorin. Përshëndetje të gjithëve të dashur teleshikues. Përshëndetje Pimbi dhe Pumbi. Përshëndetje Tea dhe gëzuar Tea. Faleminderit Gëzuar Pimbi, Gjergjorin, gëzuar dhe ju. Je Faleminderit. një vit më e madhe se ne dhe na mbure sikur kush e di sa shumë vite më e madhe se ne je. Nuk jam një në fakt. Në fakt është një Tea nga ju. Tregjderi. Po, hajt, është sa vite më e madhe Po. se ju. Më lejoni të uroj dhe unë të gjithë dhe fëmijët ta gëzojnë festën më të bukur, por dhe më domethënëse në botë, atë të 1 qershorit. Të jeni gjithnjë të lumtur dhe të rrethuar me plot dashuri, por për më tepër buzëqeshja juaj të mos mungoj kurrë. Atëherë ne thamë që
kemi kampion, por kemi dhe 3 vajza simpatike. Kështu që kur I pyeta në fillim, Cuna do flisni ju apo vajzat? Than vajzat. Vajzat, gentlemen të vërtet, Po, bravo, lumë që ju ka ladies ishtë mirë first. se jeni. Ne do ta nisim me një kukull që është veshur gjithë të bardha me qershin në kokë dhe quhet Djellza. Djellza është në klasën e parë. Djellza, na trego pak si ishte klasa e parë për ty. Shohim drejt te kamera dhe na trego pak. Klasa e parë më hodhi një ide që ishte e bukur kur u hodha në klasë të parë dhe zgjodha gjithë mrekullin për mësuesen. Shumë bukur. Ti Djellza e ke festuar festën e abetares? Ja. Po mirë, Jo, do ta festojmë pak Po, më do ta vonë. festojmë. Atëherë, Djellza, më trego pak për përgatitjet që po bëni për festën e abetares. Ne po përgatitemi për Festën e abetares. festën e abetares dhe po mësojmë virsha, po mësojmë këngë. Cila është vjersha që të ka caktuar mësuesi aty? Mos harrojmë që dhe Djellza dhe Elena janë në klasën e parë, po tek shkolla Sevasi Qiriazi, kështu që kemi gjithë shkollën Sevasi Qiriazi, ndoshta më të mirët, si thoni? Më të mirët. Ju bëjt dhe sytë Basa është shkënqenj. sekret, po mund na I tregosh cila gjarmi e tipet abetares? Cila shkronje tek abetarja? Shkronja F. Si flutura, I si keni flamuri. sipas alfabetit apo sipas emrit tuaj? Jo, pra, ajo Sipas alfabetit. Sipas emrit duhet të kishte shkronjën D, dielli. Po. Atëherë, Djellza, na trego pak vjershën tënde, cila është ajo? Mami dhe babi, aq që shumë ishin gëzuar, më duket se mua krejt më kishin haruar në dhomën time të bukur. Ta I rosur këtë banor të ri më kishin vendosur, nuk di se ç'më gjeti. Pare për habi, unë ndjeva se për vëllanë kisha dashuri. U gëzova shumë dhe vrapoja si sorkave. O sa bukur ti isha motra e madhe. Sa herë vëllai qanë, si Serenatë, falenderoj Lejlekun që më solli këtë dhuratë. Sa bukur. Bravo Djellza, shumë e bukur. Djellza, meqense ishte me motra dhe vëllezër, ke motra dhe vëllezër ti? Vetëm një vëlla. Vetëm një E vëlla. ke më Është të mi, madh shohim apo drejt, më të shohim vogël? drejt. Shohim drejt Djellza, sa kujdesesh ti për të? Shumë. Të bëhet ndonjëri bezdisur vllai që të vjen brapa për shembull, sepse dhe ai do të luaj, apo jo? Pak. Në rregull, Djellza, ja japim mikrofonin Elenës. Elena e bukur, ma trego pak edhe ti për përgatitjet e festës së abetares. Ne po mësojmë vjershat. Përveç vjershave ndonjë kërcim për shembull. Apo I keni sekret? Na tregon ndonjë surprizë të lutem. Po. Çfarë bën diçka tjetër? Keni kënduar për shembull? Kemi kënduar, kemi kërcyer. Po ti cila gjarmi je? Gjë. Gjë. Shkronja jo gërma pimbi. Shkronja G. Atëherë, më trego pak të lutem vjershën tënde, si është ajo? Dhe pas çdo suksesit të tyre, qëndronte një familje që I mbështeti. Ju ecët bashkë me ne në këtë udhëtim. Të dashur prindër, ju faleminderit. Të lumta. Në rregull, bashkë me vajzat ne do të flasim në pjesën e dytë, sepse bashkë me çunat kemi një temë shumë interesante. Ju e dini që ne nuk I ndajemi librave, por kjo klasë ka një temë shumë të veçantë. Forsa Kenza, na trego, çfarë bën ti te kopshi? Te kopshi ti atje Me çfarë luan ti? loj me shoqet, edhe pastaj bëjmë kërcimin tonë, bëjmë dhe këngët, edhe vjershat tonë. Po mësuesja si e ka emrin Kenza? Mësuese Diana, mësuese Kita, dhe mësuese Kita, mësuese Nevila, edhe mësuese Megi. Po dëgjoj. mësuese, Do të japësh një puthje mësuesave? Po. Jepi një të pusër, puthi me do të shk... Bravo. Po ne të dy do na ftosh një ditë atje te kopshti jot? Po, tuam veni të Të lutem. Do t'i ftosh Kenza? Po. Do t'ju ftoj. Folte mikrofoni, që dorën nga mikrofoni, folte mikrofoni, do t'i ftosh apo jo? Po. Do t'i lutem. ftoj. Faleminderit, do vi me kënaqësi. Kenza, një vjesh do na thuash sot? Po. E themi Mbaj vjesh. bukur mikrofonin dhe shohim aty taj xhaxhi. Sot kanë festë të gjithë fëmijët. Ju kam atë tjetër. S'ka, këtë duash Këtë ke thuaj. shef ti, thonë, këtë duash ti, thoj. Të Çunat rindër, ishin se kanë harruar gjyshe që kanë dhe qenë të ftuar. Mirë se erdhe mbi Disney.
Në gëzimi të madh, ju takon të merrni pjesë. Të lumt, Bravo, ju bravo, Kenza bravo. është me vogla. Kenza, faleminderit, do t'ja japi mikrofonin. Portierit. Atëherë, bashkë do të zhvillojmë një bisedë jo fëminore tamam, edhe pse ju jeni fëmijë, por një bisedë si sportist të vërtet. Më trego pak për pozicionin tënd dhe si lindi si ide që ju të merrnit pjesë në këtë konkurs. Pozicioni im ishte si portier. Dhe kjo ide lindi nga bashkëpunimi jonë dhe nga mësuesja jonë kujdestare e cila është më e mira në botë. Sa më e mira në Për botë. të parë që e dëgjoja, kanë thënë të gjithë, kemi mësuese shumë të mirë, më të mirë, por më të mirë në botë, vetëm ai Cune ka thënë. Unë i mbaj mend të gjitha, kështu që Po. më besoni kur e them. Atëherë, më trego pak të lutem, si është më mirë të bashkëpunosh në skuadër apo të jesh Vetëm. një individ? Po. Të bashkëpunosh në skuadër. Çfarë do të thotë për ty të bashkëpunosh në skuadër? Pra të jesh me shokët. Të bashkëpunosh në skuadër për mua do të thotë që të mblidhesh dhe të bashkëpunosh, si për shembull Bashkimi bën fuqi. bashkim. Po. Merresh me sport? Po, Sa kohë ke që merresh me futboll? 2 javë. 2 javë, je javë. fillestar, Po. po që shiko, edhe me 2 javë ke dal kampion. Po. Po, në rregull, ky ka qenë një konkurs i cili është zhvilluar në muajin afër fundit të muajit maj dhe sot çunat erdhën ta prezantojnë dhe në studio. Ja japi mikrofonin shokut, faleminderit. Për pak fillon dhe Ja shpirti skuadrës. për pak fillon dhe kampionati botëror me cilën skuadër je? Po, pyetja me cilën skuadër? Me Brazilin. Me Po Brazilin. portieri, meqense je portier, portieri jot i preferuar cili është? Se ke shumë portier. Neueri. Neueri. Sa telepati e kisha, sa thoja Neuer. Neueri. Nga cila skuadër është Neueri? Gjermania. Gjermania dhe Bayern. Dhe Bayern. Bayern i Muniut, më thënë. Po. Vazhdojmë atëre. Më trego pak, sa grupe ishit dhe me kë ju ra për pjesë të konkuronit? Me kë ishte për plasja e parë si ekip? Ne ishim rreth 6-7 grupe dhe për plasja e parë që na ra me një klasë të tretë. Të tretë. Dhe Sa me fituat sa besoj. doli rezultati? Rezultati i ndeshjes së parë doli 4-0 për ne. 4-0 4-0, shumë bukur. Po mirë. Po me më të fitovi- rritur se ju kishit? Jo, Jo, ishte mes klasave të treta dhe Dhe të të katërta të katërta. shkollës Sevasti Qiriazi. Të lutem, më trego pak, çfarë fituat, ishte ndeshja e parë që fituat, si u ndjeve? ishte ndeshja e parë që fituam dhe pas fitores u gëzuam shumë dhe më pas shkuam tek ndeshja tjetër. Sa ndeshje zhvilluat gjithsej ju? Ne zhvilluam gjithsej 3 ndeshje. Dhe fituat në të treja, apo jo? Po. Okej. Në të treja. Më thuaj Rezultatin më të mirë që keni arritur cili ka qenë? Rezultati i ndeshjes së tretë që dolën 5-0. 5-0, jo, ua me Liza. 0. Të bëj një pyetje. Jolida, Ja, po. ne tham të luajmë pas emisionit, po tani sikur Besoj po më dhem që kemba Po i dhem kemba, ka frikë pingi të luaj. Ka frika se si po diktati. Si diktati, si ata që luan ti, që i mund të gjithë, Po. ty mjafton sa të shikojnë një fëmijë me vrap të ngelet porta vetë, se këta janë kampion. Bukur është, kam një pyetje. Cili është pozicioni jot në fushë? Unë jam në pozicioni tim në fushë është qendër sulm, jam qendër sulm. Po një futbollist që të pëlqen që është qendër sulm? Cristiano Ronaldo. Cristiano Një Ronaldo. pyetje. Po, pumbi. Po, Sa gola ke shënuar ti në një ndeshje? Po. Ja në këtë të fundit, për shembull, që u shpallet kampion. unë shënova 4 gola. 4 Të lumë. lumë, imagjino të tjerët pas ta. Skuadra tjetër, kishte portier apo po flinte portieri se 5 gola? Po. Bravo ju qoftë. Kishte po. Ishim ne shumë të mirë. Radha e Nikolës për të na treguar për eksperiencën e tij. Nikola, si ishte për ty si eksperiencë ose si u përzgjodhi mësuesja juaj? Në fillim kur nisi kampionati të gjithë kishim emocione, po Shojmë drejt. më pas kur pami që fituam ndeshjen e parë, emocionet u larguan. U larguan, Morën nuk thash zemër. se u shtuan emocionet, apo jo? Ja, u larguan sepse e kishte një fitore të sigurt në xhep. Po. Në rregull, më trego pak të lutem, në bashkëpunim me shokët e skuadrës, keni patur ndonjëherë debate ose ndonjë zënk, pse Po. nuk ma pasove topin, pse Ose nuk pse nuk e bëre gol. Kur kishit mundësi të bënit, megjithëse ju keni fituar nga 3, 4, 5 gola, Që kështu- i keni shënuar. Ka patur mundësi që mundet të bëje gol dhe e grinur me shokët? Debate nuk ishim me shokët se ne kemi një Ekip.
Një ekip shumë të mirë dhe kemi një komunikim shumë të mirë me shokët tonë dhe nëse humdim një sas prap nuk ishit problem apo jo? Nuk do mërziteshim. Më bëhet shumë qefi që jeni shok sepse ju jeni klasë e 4, keni bashkë në klasën e parë, do të shkoni deri në klasën e 9 edhe pse jo, ndoshta edhe në gjimnaz dhe në fakultet. Nikola, sa më mirë të keni shoqërinë bashkë. Cili është futbollisti jot i preferuar? Futbollisti tim është Mbappé. Mbappé, besoj se dhe ti je si Mbappeja. Mbappeja është mbrojtës, çfarë është? Është sulmues në krahun e të majt. Po prit moj Tea, se s'më le të bëja pyetjen. Bëje Pumbi. A ju ka ndikur apo a ju ka udhëhequr ndonjë mësues fizkulture për të përgatitur për këto ndeshjet? Mësuesi fizkulture vetëm në fillimet kur morëm vesh që do bënim kampionatin ndoqi pak dhe më pas e krijuam vetë të gjithë. Pra grupi. Bët skemën tuaj. Kjo është gjë më e bukur. Të bëja edhe një pyetje tjetër. Po, mësuesi juaj si ju motivonte në qoftë se humdit? Mësuesi ato më theshte edhe po të humbëm s'ka gjë, sepse ne kjo që një eksperiencë për herë të parë, po vitin tjetër ndoshta dilni më mirë, por këtë vit ne e fituam. E fituan që kështu ata e dini që do fitoni. Ja japi mikrofonin Johanit. Johan, na trego pak për pozicionin tënd në këtë ndeshje dhe sa u gëzuat ose më saktë si fituat pas kampionatit, sepse unë di që të gjitha skuadrat kanë ndoshta një këngë të tyre, një kërcim të tyre, apo shkojnë festojnë. Ose kanë dhe stilet e tyre dikush. Po ju çfarë bët pas festës? Na tregon njërë pozicionin tënd në lojë. Në këtë ndeshje unë qëndrova mbrojtës në krah. Tani na trego si e festuat ju fitoren. Pasi ra Bilbili, që ishte fundi i lojës, ne u gëzuam shumë hoqëm bluzat. Po. U gëzuam shumë, kishim emocione, ishte eksperiencë shumë e bukur. Çfarë ju thanë shokët e tjerë pasi ju fituat? Shokët e tjerë na uruan, domethënë na thanë suksese. Bravo. Po pse nuk na thirrë dhe ne të dy t'ju bënim tifoz like? T'ju bënim bravo dhe këta, apo jo? Në kampionatin tjetër ndoshta do t'i ftosh Johan? Po. Do t'ju ftosh në kampionatin tjetër. Në rregull. Johani, më thuaj diçka të lutem. Në moment që u shpallët kampion, tani kur kaloni korridoreve të shkollës, ka ngelur edhe shumë pak. Ka ngelur edhe shumë pak, gati një javë nga mbyllja e shkollës, mbyllja e klasit të 4 për ju. Si ju thonë ata shokët e tjere? Ju shojnë me inat ata që humbën, apo thonë, e moja ky është ai kampioni? Si ju thonë? Jo, ne nuk na ban me inat edhe thonë i bëre me ile, fituat me ile, po na lavdërojnë. Na lavdërojnë. Ti merresh me futboll, Johan? Po merrem. Domethënë ju të gjithë jeni futbollista këtu. Diku te 3 vite gjysmë. 3 vite sa shumë. Tani, kështu që Pimbi dhe Pumbi s'keni shans ta hajni me ta futbollista. Pra po të dem këmbë aty. E kuptoi Pimbi. Nga ato që të gjojme, logike. Janë, ja kaloj mikrofonin shokut. Edhe për të zemër më trego pak si ishte si eksperiencë dhe çfarë fitove ti nga kjo përvojë e parë. Vërtet përvojë e parë, por kampion. Unë nuk besoja që do fitonim, do dilnim kaq mirë, por nga kjo eksperiencë që ishte herë e parë që hynim në këtë kampionat, unë mësova se gjithmonë duhet të bashkëpunosh me të tjerët edhe ti motivosh shokët kur bëjnë ndonjë gabim. Po ti bëre gabime në lojë dhe shokët për shembull të thoni pse nuk e bëre? Jo, të gjithë luajtën shumë mirë dhe dhan pasa. Bashkëpunuan me njëra tjetrin. Më trego diçka të lutem. Thej që ndihma është shumë e rëndësishme. Gjatë ndeshjes unë di që edhe mund të vriteni, mund të rrëzoheni, qoftë shokët e skuadrës, qoftë dhe shokët, të thonë zakundërshtar, se ju përsëri shok shkolle jeni. I jepni dorën njëri tjetrit apo e ndihmoni të ngrihet të bëhet? Po, nëse tjetri rrezohesh, ne jepnim dorën që të ngrihej, Po, vetëm nga skuadra juaj apo dhe nga skuadra tjetër që ju kishit si kundërshtar? Dhe nga skuadra tjetër dhe nga skuadra tonë. O jemi ta të bëj një pyetje? Po të përgjigje djale. E dini ju cili është skuadra e Korçës? Po, është Skënderbeu. Po ju, a i kini vënë në skuadrës tuaj një emër? Po. Ne në kampionatin e futbollit ishim Skënderbeu, ishim dhe me uniformat e Skënderbeu. Ishim dhe me uniforma. Këtë do të pyesja, uniformat i kishit porositur Rengas për këtë kampionat? Jo, i kishim të federatës. I kanë sportave të federatës. Çfarë ngjyre janë këto uniforma? Të kuqe dhe të bardha. Nuk i diti Pumbi si i kemi ne?
Vija të kuqe dhe vija të bardha, apo jo, kështu është ekipi Skënderbeut. Po. Me të kuqe dhe të bardha. Ja japi mikrofonin shokut Kenza, i dëgjojmë shokët Kenza. Më trego pak, edhe për ty pozicioni, mundet të çojmë në këmbë që të dukemi bukur? Ashtu. Jo ti Kenza, jo ti Kenza. Atëherë, më trego pak, dukesh që nga fiziku jote, nga fizionomia jote që ti je çuni gjatë, merresh me sport? Përveç futbollit? Po. Me çfarë sporti ti përveç futbollit? Unë merrem me sporte të tjera në shkollë, por nuk është të thënë që jam në stërvitje. Së bashku ne luajmë volejboll. Basketbol, luani gjitha besoj. Shumë mirë. Më trego pak, çfarë pozicioni kishe në këtë kampionat? Në këtë kampionat unë isha pozicion qendër mes fushor. Qendër mes Po ai fushor. shembulli që ti do që të marrësh nga një futbollist, që të bësh si ai për Cili është idhulli jot që unë dua të bëhem si ky? Po. Që të bëhem si për shembull si Ronaldo, ai është edhe në për shembull mund të jetë edhe në sulm ai, po unë jam mes fushor qendër. Do të bëhem si ai, të kem gjuajtjen të fortë si ai. Po i ka shumë të forta. Po. Po, por në pozicionin tënd, cili lojtar të pëlqen? Pozicionin tim është Bellingami. Tjetër apo vetëm Bellingami? Dakor. Ta bëj një pyetje? Po. Në qoftë se do kishe mundësi që ti të luaje me një skuadër shumë të madhe dhe shumë të njohur, këto zgjidhje? Nëse të luaja me një skuadër, unë do të zgjidhja Real Madridin. Real Sa do të Madridin. pyesja Barcelonën apo Realin? Në rregull. Atëherë, Pimbi dhe Pumbi thanë që fillon kampionati botëror, ti me kë skuadër je? Me Francën. Me Francën, në rregull. Është dhe Spanja besoj apo jo? Është. Është identiteja me Spanjën. Është ja pse se dihet ti këtë? Jo e dia Pumbi. Thjesht donte të siguroj nga futbollistët. Faleminderit, ja japi mikrofonin shokut, edhe ti zemër duhet të çohesh sepse kemi vajzat përpara dhe të dukesh se je goxha çuni gjatë dhe bjon simpatik dhe sportist. Më trego pak për eksperiencën tënde, gëzimi në shtëpi, si u prit me shokët e tjerë të klasës. Si e festove ti pas fitores? Më trego pak. Pas fitores unë nuk gëzova shumë edhe nuk e prisja këtë fitore. Çfarë kishte të veçantë përveç bashkëpunimit mes shokësh? Të veçantë ne kishim që të luanim shumë fort, mos kishim emocione. Po, bashkëpunuat ju në grup? Po, ne bashkëpunuam shumë me njëri tjetrin. Kjo ka rëndësi, pozicioni jot në fushë cili ishte? Pozicioni im në fushë ishte mes fushor qendër. Mes fushor qendër. Futbollisti i preferuar që është mes fushor qendër? Futbollisti që është mes fushor qendër është Bellingami. Bellingami me kë luan me Anglinë? Edhe me Anglinë, luan edhe me Realin. Luan dhe me Realin. Marrin pak në sporti. Më trego diçka të lutem. Sa e rëndësishme është që të kesh komunikim me shokët, jo vetëm në klasë, por edhe në skuadër, sepse djali në fillim fare tha që është shumë e rëndësishme komunikimi në skuadër. Atëherë Genton, më trego pak, sa e rëndësishme është bashkëpunimi dhe shpirti në skuadër, pasi Kenza e dëgjojmë pak shokun? Pasi edhe Matias tha që është shumë e rëndësishme mbi të gjitha komunikimi dhe shpirti në skuadër. Sa e vlerëson ti bashkëpunimin me shokët? Bashkëpunimi, si që tha dhe Matia, është shumë e rëndësishëm. Unë bashkëpunimin e vlerësoj 10 nga 10. 10 nga 10, të lë, faleminderit. Ja japi mikrofonin shokut. Rejan. Rejan, do të çojmë sepse kemi diellëzën përpara dhe të dukemi më të bukur. Rejan, pozicioni jot dhe angazhimi në skuadër, e pranove direkt ftesën sa ju zgjodhi mësuesja? Po, unë e pranova direkt ftesën sepse më konsiderojnë si të mirë në futboll dhe dua të jem gjithmonë me shokët. Po, luan po ju. Fituam një kupë thot Pimbi? Po, fituam një kupë shumë të bukur. Vete kupën. Ua, vërtet po. Pse se sollët kupën ju? T'ja u tregonim të gjithë, se ndoshta ata që po na shohin nga ekrani thonë, këta i kanë talla. Ta s'kan marr, po.
Po jo, nuk i kam pralla, këta janë kampion të vërtet, janë kampionit e shkollës Sevasti Qiriazi. Ta mbushni me mjaltë dhe ta sinit na i tregoni. Aja premton një kupë me mjaltë ati të lutam? Po, por jo kupën e vërtet, sepse në tërë shkollën është vetëm një kupë. Dhe shpërndahet në të gjitha klasat. Të lutem, si unë djetë ju kur e ngritët atë kupën kështu e gjithë skuadra? Kishim shumë emocione, na shikonin shumë njerëz. Ku u zhvillua si kampionat tek palestra e shkollës? Jo, u zhvillua tek fusha mbrapa pallatit të sportit. Në fusha në rregull, po, janë si vogël. Luan një sport tjetër përveç futbollit? Në shkollë po, jo të stërvitje. Volejbol, basketbol, pra e luani të ndryshme. Shiko, më tha që ishin bluzat e Federatës së Skënderbeu. Ju me kë luani, me U10-ën apo U11-ën? Si e keni? U11-ën. Me U11-ën, në rregull. Prandaj kanë dhe ato. Do me thënë, keni qenë të gjithë kuq me të bardhë. Po skuadra tjetër çfarë ngjyre kishte? Të ndryshme. Ju nuk e ndruat Skënderbeun. Jo, këta janë kampion. Jeni kampion. Po. Se të gjova këtë U11-ën. Po. Kjo 11-ën e kuptoj, po kjo uja çfarë është? Do ja shpjegoj dikush Rejan, me çfarë do të mikrofonin. Është një skuadër. U11-a, pra skuadra që janë pjesë, që marrin pjesë 11 vjeç, apo jo? Jo, ne jemi nga 10 vjet, po na quajnë si U11-a, një vit më shumë. Po shkronja u çdo të thotë. Nuk e kuptova. Union, bashkimi i 10 vjeçarëve i 11 vjeçarëve. Jo, unë e di ndryshe. Po si e di ti Pimbi? Unë e di që është ëndër më duket, domethënë të gjithë ata që janë poshtë moshë 11 vjeç. Po prandaj thonë unë nuk e dim këtë. Do marrim informacione. Meqense dhe djali ka 11. Dakor, në rregull. Ja japi mikrofonin dhe çuni tjetër. Do të na tregosh dhe ti Shpirt si ishte si eksperiencë dhe ke dëshirë që mësuesja edhe vitin tjetër të zgjedhë, në qoftë se megjithëse ju shkoni në klasën e 5 dhe ndoshta kampionati është nga klasa e 3 deri në të 4, ju si do të dëshiroje që mësuesja t'ju zgjidhte edhe vitin tjetër për të qenë në këtë kampionat? Po, kjo ishte eksperiencë shumë e mire dhe unë do të dëshiroja që mësuesja të na zgjidhte prapë sepse më pëlqeu shumë. Po unë e di që dhe klasat e 5 e kanë si ndeshje apo jo? Po. Që kështu besoj se t'ju përzgjedh mësuesja dhe klasën. Do të jeni përsëri kampion. Me shpresë apo jo? Si ishit me shpresë që fitua 3 ndeshje radhëzi? Besoni tek aftësitë tuaja? Po. Çfarë do të thotë për ty të besosh në aftësiat tënde? Për mua të besojmë në aftësinë, do të thotë që të besojmë në vetja dhe të mos kemi frikë kur një sulmues na del para ose po, të mos keni frikë. Skuadra jote preferuar këtë botëror dhe futbollisti jot i preferuar? Futbollisti im i preferuar është Ronaldoja. Dhe në këtë botëror më pëlqen shumë Franca. Të pëlqen shumë Franca, e ke ndjekur Francën gjatë gjithë këtyre ndeshjeve që ka luajtur për përzgjedhjen e botërorit 2026? Po. Si të zhdukur? Më zhdukur që ka luajtur shumë mirë. Shumë mirë. Është më mirë se ju apo jo? Po. Po, patjetër, janë kampion. Po ju ndiqni skuadrat e tjera që të ose në televizor ose në skuadrat e tjera. Që të mësoni lëvizjet e tyre. Po. Kë ndjek më shumë? Më shumë idulli tënd për shembull. Më shumë ndjek Francën ose Real Madrid. Futbollist? Cilin futbollist? Ronaldo. Në rregull. Ne do të kalojmë tea. Tani do të rikthehemi festivalit të këngës me një tjetër zë të ngrohtë. E ndjekim. Jemi rikthyer pas kësaj hapësire të shkurtër publicitare përsëri me Djellzën në këtë pjesë të dytë të emisionit. Unë u thash që këta nuk janë vetëm çuna kampion, të cilët kanë fituar vendin e parë në kampionatin e zhvilluar brenda shkollës Sevasti Qiriazi, por janë dhe nxënës shumë të lexuar. Këta kanë një të veçantë brenda klasës së tyre, të cilën do të na i thon pak nga pak. Do të flasim për librat. Ju e dini që në pjesën më të madhe të këtij sezoni ne kemi folur gjithmonë për libra, sepse në fundit janë ato të cilët mbushin zemrën dhe shpirtin dhe mbi të gjitha intelektin, forcojnë intelektin e një fëmie. Do ta nis pak me Djellzën, edhe pse në klasën e parë Djellza mundet të më thuash e dashur, cili është libri jot i preferuar ose pralla jote e preferuar? Pralla ime e preferuar është Bukureshja e Fjetur. Pse të pëlqen kaq shumë? Sepse është me fustanin e verdhë dhe mua më pëlqen shumë e verdha. Do edhe ti të kishe një fustan të verdhë? Pa.
Të lumë të djelza. Po një personazh filmazh vizatimor që ty të pëlqen shumë, cili është? Stitchi. Sikur ta dija dhe do i thoja. Shumë fëmijë kanë patur dëshirë Stitchi. Në rregull. Ja japim Elenës. Elena, njëta pyetje dhe për ty, cila është pralla jote preferuar dhe personazhi preferuar? Fillon mirë me prallën e preferuar. Pralla ime preferuar Bukurosha e Fjetur. Po. Edhe ti, po. Personazhi jot i preferuar në gjithë morin e filmave vizatimor? Bimbi. E po pushore, po pushose nga trova. Stitchi dhe ti. Po pushore se ka pumbin. Pimbin pumbin, në rregull, ata të dy një avas kanë. Atëherë ja japim Kenzës mikrofonin. Kenza, cila është pralla jote që të pëlqen shumë? Pralla ime është Bukurosha e Fjetur. Më duket se dëgjuan Djelzën dhe e morën në radhë. Po. Bravo Djelza. Dhe një shembull. Kenza, pse të pëlqen Bukurosha e Fjetur, ty se i ka flokët e verdha si ty? Se fle gjumë. Jo, nuk është ashtu pralla. Pse të pëlqen ty Kenza? Sepse ka fustani të verë edhe do që ta kenë ditëlindje me ata. Kuptoni që Kenza është e vogël, vetëm 4 vjeç e gjysmë. Do t'i themi mamës që na i bëjmë. Unë kam 25 tetor. Oho, deri në tetor do kemi nisur sezonin e ri, kështu që do vish ta festosh në studio ditëlindjen Kenza. Marrje pjonës mikrofonin dhe vazhdojmë me Noelin. Noeli, më trego pak për këtë të veçantë që ju keni, çojmë në këmbë edhe një herë. Na trego pak për këtë të veçantë që ju keni si grup. T'ja tregojmë dhe të gjithë shkollave të tjera. Na tregoni çfarë bëni për shembull, kur e zhvilloni? Ne në klasën tonë e nisim vitin me një ekskursion dhe çdo vit kemi dalë me bicikleta ose kemi dalë në natyrë. Po, do na tregosh pak për librin? Libri është Beni ecën vetë. Libri që të E bëni çdo orë që keni gjuha apo një javë? Një sekond, ta kuptojmë pak. Secili nga ju lexon një libër më vete dhe vjen e tregon në klasë. Po. Si titullohet ajo tema e bisedës që ju bëni, karigja e autorit. Dilni përpara klasës në një karigje dhe tregoni? Ti ke treguar Beni ecën vetë. Çfarë të pëlqen? Mua më pëlqen më shumë pjesa kur ata Beni që iku në fshat dhe fiti disa nete dhe u mësua me kafshët e tjera. U mësua me kafshët e tjera, në rregull. Ja japi mikrofonin shokut, faleminderit, çojmë në këmbë shpirt. Rejan, cili është libri që ti ke lexuar dhe ke treguar? Libri që ti ke thënë te karigja e autorit. Libri që unë kam treguar ose kam lexuar në karigja e autorit është Burimi i Drerit. Çfarë është ky libër, na trego pak? Se nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë. Ky libër flet për një djalë i cili piu pak ujë të mallkuar nga një burim dhe u kthye në dre. Oh, po në fund si përfundon? Ose kam lexuar? Ky djali që u kthye në dre vdiq. Presh me një fund të hidh. Domethënë është një libër me një fund pak të dhimbshëm apo jo? Po. Lexoni shumë? Po. Sa libra ke lexuar deri tani? Nga klasa e parë në të katërt. Nga klasa e parë në të katërt më shumë se 10. Më shumë se 10 libra. Po ata nga 10 ose më shumë se 10, cili është libri jot i preferuar? Ky libër që sapo kam lexuar më pëlqeu më shumë nga të gjithë. Shumë faleminderit Rejan, ja japi mikrofonin shokut tjetër, i cili do të na tregoj edhe ai për këtë karigjen e autorit dhe për aktivitetet të tjera që keni zhvilluar gjatë gjithë vitit shkollor, sepse edhe një javë na ndan nga mbyllja komplet e shkollës, apo jo? Po. Libri që ti ke folur tek karigja e autorit. Libri që kam folur është Beni ecën vetë. Edhe ti Beni ecën vetë. Çfarë të pëlqen tek pjesa e këtij libri? Mua më pëlqen ajo pjesa që Beni ishte duke fjetur dhe po shihte ëndra sikur po kukali apo jo. Ikali se ku qendra. Atëherë, e bëni dot përshtatjen, si është më bukur ta shikoni megjithëse me filmin Beni ecën vetë jemi rritur të gjithë, por është më e bukur ta lexoje librin Beni ecën vetë apo ta shihje filmin?
Më e bukur është ta shohim filmin, sepse është më bukur dhe e pëlqejnë shumë. Në rregull, faleminderit. Në qoftë se ju do ta luanit në teatr për shembull këtë pjesë. Cili do ishte? Personazh do zgjidhje? Kë personazh do zgjidhje? Unë do Qetrën. Benin besoj po jo. Prit. Unë do zgjidhja Benin. Benin, faleminderit. Personazhin kryesor. Ja japi mikrofonin shokut tjetër edhe ti shpirt në këmbë sepse kemi shoqen përpara. Libri jot që ke lexuar. Libri im që kam lexuar është Kështjella Misterioze. Çfarë është kjo kështjella? Kjo kështjella tregon për një mister se çfarë fshihet brenda saj. Dhe çfarë fshihet? Aty para shumë vitesh jetonte një burrë, por ai nga që familjarët e tij ndruan jetë dhe ai shkoi në Napoli. Shumë keq. Si përfundoi libri? Libri përfundoi shumë bukur dhe më pëlqeu shumë. Në rregull. Më trego pak për aktivitetet e tjera që keni bërë gjatë gjithë vitit, pra të bëjmë një përmbledhje të gjithë vitit shkollor. Gjatë gjithë vitit ne kemi bërë konkursin e shahut, konkursin e puzzle-it, të sportit. Po ti ke marrë pjesë në ndonjë konkurs Nuk i dija gjithë këto gjëra. Ke marrë pjesë në konkurse të tilla? Po. Po mi preferuari cili është? Kur morëm pjesë në kampionatin e futbollit. Futbolli ishte pyetje që e dini Më trego faktik, ajo e puzzle-it dhe shahut, keni marrë çmime? Po, morëm vend të parë. Vendin e parë, prapë. Po ju pse po më vini kaq me vonesë mua, ta dija më përpara kisha thirrur më përpara në emision, se shahu është shumë i veçantë, është një lojë shumë inteligjente. Faleminderit, ja japim mikrofonin Nikolës. Nikol. Është Matias, më fal. Më trego pak të lutem. Libri jot dhe çfarë ndjen ti kur ulesh përpara klasës dhe tregon për një libër që ti e ke lexuar dhe gjithë shokët dhe shoqet të dëgjojnë, mësuesi apo ashtu kënaqet me atë që ju keni përgatitur. Si është, të lutem, më trego pak. Ne në karrigën e autorit dalim para klasës dhe tregojmë librin që po lexojmë ose e kemi mbaruar. Ne tregojmë gjinin letrare të librit, autorin, po nuk e tregojmë të gjithë librin që mos ja ushojmë kur t'jenë shokëve. Këtë doja të dija, do me thënë, ju e lini librin deri në pjesën kulmore që dhe shokët që se kanë lexuar të detyrohen apo të shtyen ta lexojnë, apo jo? Cili ishte libri jot që lexove? Në Mbretërinë e Fantazisë. Në Mbretërinë e Fantazisë, me ka autor ishte? Ironim Stiltoni. Gjinia Roman. Shumë e bukur. Johan, më trego pak përveç librit, më trego në fund librit, më bëj një përmbledhje të gjitha aktiviteteve ku ti ke marrë pjesë gjatë vitit shkollor 2025-2026. Unë në karrigën e autorit tregova librin Bazditën në Amazon. Për çfarë bën pjesë ky libër? Ky libër bën fjalë për ishin një vëlla e një motre të cilë kishin shumë qejf aventura dhe shkonin ditë për ditë në një shtëpi prej peme e cila kishte shumë librari dhe çdo libër po t'hapje në një faqe futesh e brenda në histori sikur ishte në histori, shumë interesant. Po nga gjithë libri, cila histori të ka pëlqyer më shumë? Ja, një sekond, Pimbi. Në histori kosheresh. Do mjalt, ku e ka mendjen Pimbi, ku e ka... Johan, nga gjithë ato histori dhe libra që lexuan ata motër dhe vlla që shkuan për fantazirat, cila ishte pjesa që të pëlqeu më shumë? Ty ku shkuan që të bëri përshtypje më shumë? Tek libri nuk e tregonte në çfarë vend vajte, po pjesa që më pëlqeu më shumë tek libri qenë se ata kohën e lirë shtynin me aventura dhe jo të rinin nëpër iPad. Po aventura më e bukur cila është? Kjo libër ka disa aventura, po aventura më e bukur ishte kjo që vini ditë për ditë në shtëpinë. Ditë për ditë në shtëpi. Johan, përmendë një pjesë që është ndoshta teknologjia dakord ecën, zhvillohet, përparon, fëmijët i ndihmon në një farë mënyre, por edhe i dembelos, të themi pak. Si është më mirë të qëndrohen për një kohë përpara kompjuterit, tabletit, telefonit, televizorit, pra mjeteve të komunikimit, apo të marrim një libër dhe të zhytemi, domethënë siç mund të zhytesh në det pafund, mund të zhytesh edhe brenda, të zhytesh brenda historive të bukura që mund të ketë një libër, që atë fantazi që ti krijon nuk e gjen askund.
Kush është më mirë, Joan? Më mirë është që të marrësh libër dhe të zhytesh mbi atë, se sa të rish me telefon, sepse telefoni po të qëndrosh shumë gjatë të bën të pavarur. Të bën të pavarur, po. Në rregull. Ja japi mikrofonin. Nikolas, mos e ngatroj. Dakor, duke ngatrova Aksarane. Nikola, më tregove ti shpirt si aktivitetet e shkollës që mësuesja ju ka organizuar gjatë gjithë vitit. Keni bërë festat në Flamurit? Po. Keni bërë festë për vitin e ri? Po. Keni marrë pjesë tek biçikletat, tha shoku në fillim? Tek shahut. Tek shahu, keni marrë pjesë tek sporti. Tjetër, çfarë gjëra të bukura keni bërë në shkollë? Që vërtet ky vit i klasës së 4 do ta mbani mend se mot keni provimet. Provimin, para provimet. Më trego pak. Çfarë do mbash mend nga gjithë klasa e 4? Mësuesja na ka futur në shumë aktivitete. Një tjetër aktivitet ku morëm ne çmim të parë ishte në ese. Ne lexonim një libër dhe pastaj shkruanim esein për librin. Ese në brevet apo do ndihmoj dikush? Nuk jam të gjithë në ese, vetëm 8 veta nga klasa. Po, në rregull, po. Nikola po na përmend gjithë aktivitetet që ka zhvilluar klasa e tyre. Keni marrë pjesë dhe tek eset. Çfarë çmimi fituat atje me eset? Aty ishin disa nxënës dhe fituan çmimet e para dhe të dyta. Po çfarë pas ka patur mësuese Daniela ka nxënës, bravo. Kampion të vërtetë. Çfarë do të mbash mend nga gjithë klasa e 4? Jemi në fund, jemi në qershor. Çfarë do të mbash mend ti? Nga gjithë klasa e 4, sidomos do mbaj mend momentet më të veçanta, momentet kur kemi takuar shokët në fillim të vitit, kur jemi ndarë në pushimet e fund vitit. Ju takuat pas 2 javësh? Ajo është një nga momentet më të veçanta se ne dhe ndajmë dhurata me njëri. Po, e bëjmë të gjitha klasa që ndajmë dhuratë. Po, jo, çfarë kemi fituar shumë shkolla, se na kanë thënë këtë gjë. Si ishte kjo dhuratave dhe ku t'ja dhurove dhe çfarë të dhuruan? Ma trego pak. Në klasë ose në ndonjë lokal. Dhe jepni dhuratë i blem dhurata shokëve që na ka rënë. E keni në short? Në short, e kanë në fleta, sepse kemi bërë ne. Më trego pak Nikola, çfarë dhurate ke marrë ti dhe çfarë dhurate ka rënë ty? Unë duhet t'i bëja dhuratë Gentonit dhe dhuratë me bënte Anseli. Gentonit i bëra dhuratë disa kufjo për të lojtur, ndërsa Anseli më dha një dron helikopter. Vazhdoj me dronat këta, nuk e di unë. Ja japi mikrofonin shokut? Të ta bëj një pyetje? Po, Pumbi, forca. Në qoftë se do kishe mundësi të ishe një personazh librash, në cilin libër do doje të ishe? Unë do doja që të isha në librin Dhëmbi i Bardh. Po përse të pëlqen kaq shumë ky libër? Më pëlqen kaq shumë ky libër i cili titullohet Dhëmbi i Bardh, sepse më pëlqen shumë ai qen ujk që ishte shumë i zgjuar. Shumë i zgjuar. Libri që ke folur tek karrigja e autorit, cili është? Libri që kam folur tek karrigja e autorit ka qenë libri Kur të zen me presh në dorë. Kur të zen me presh. Edhe një herë si ishte ky titull libri? Kur të zen me presh në dorë. Po si e zon autori? Sepse një vajzë kishte vidhur disa karamele tek një dyqan dhe zon. Dhe po. E zon me presh në dorë. Po, me presh në dorë. Po, është shprehje kjo. Më trego pak të lutemi, kujt autori është ky libër? Autori nuk e mbaj mend. Nuk e mbaj mend. Ishte një emër shumë të vështirë. Kishte emër të vështirë. Ishte shqiptar apo i huaj? Shqiptar. Të marrim me pak gjithë. Do ta gjejmë. Tea, seriozisht do ta gjejmë. Do ta gjejmë, po. Në rregull. Tjetër një aktivitet të bukur që ti do të mbash mend nga klasa jote? Një aktivitet tjetër i bukur që unë do të mbaj mend ishte se çdo të martë mësuesja caktonte disa nxënësh dhe ata që caktonte mësuesja sillnin ushqime të bëra nga shtëpia bashkë me prindrit për t'i provuar e gjithë klasa. Ty të caktoi mësuesja për të sjellë ushqim? Po, u caktuan të gjithë. Çfarë solle ti? Unë solla disa cupcake. Cupcake. Tani me mjalt besoj. Jo, me çokoladë. Herë tjetër në fillim të shtatorit ju do të jeni në klasën e 5, mësuesja do t'ja aktivizoj përsëri këto gjëra kaq të bukura, do t'ju angazhoj përsëri dhe mos harroni që kur të bëni pancake me mjalt, thirrni me pimin e Pumbit se pimin se vdes për mjaltin. Ja japi mikrofonin dhe çuni tjetër. Ej, portier, më trego pak për librin tënd të preferuar. Libri im i preferuar titullohet Max Chapkani. Max Chapkani. Çfarë është ky? Për çfarë flet libri?
flet për një djalë që nuk bante dot asgjë edhe i pëlqenin superheronjt. Po, tani ky i fantazonte superheronj, po s'bënte dot asgjë si superheronj? Si Po, është? ashtu. Po ti superheroi jot i preferuar? Spider-Mani për shembull. Supermani. Supermani. Mua më pëlqen Batmani. Shumë e pëlqen Batmani. Mua më pëlqen Spider-Mani që sapo ja thash. Në rregull, po tek Arigja autorit, kë ke folur? Për plaku dhe deti. Sa e plaku dhe bukur deti. Ernest Hemingway. Çfarë të pëlqen tek kjo pjesë, tek ky libër? Deti. Deti. Këtaj Po deti ishte edhe i qetë, ishte edhe i trazuar, kishte edhe gjallësat e detit brenda. Çfarë të pëlqeu më shumë në ky libër? Kur plaku ndryshoi, sepse më përpara ishte i vetmuar, por më vonë bashkë me djalin gjeti një djalë gjeti një djalë, po, edhe bashkë me të bashkëpunuan për të kapur peshq edhe të tjera. Në rregull, shumë faleminderit. Nuk e dija që kishit që kampion edhe në shallën e serës edhe në të gjitha. I binte që gjatë gjithë vitit O Jonida vetëm unë mungoj nga kjo klasë. Po, edhe ti kampion mjalti. Pimbi, pumbi dhe miqtë e vegjël, ne i binin të kishin vetëm klasën tuaj me gjithë këto gjëra të bukura që keni bërë. Duke nisur nga bicikleta që na tha shoku, nga librat që tha Rejani, deri tek ty superportieri që keni fituar kampionatin. Atëherë, ku jemi ne tani? Për Djellzën, për Elenën, për Kenzën dhe për gjithë fëmijët e tjerë, ne do të ndjekim prallën e interpretuar nga Nëna Mona. Nëna Mona na tregon pralla shqiptare. Dakor? Janë pralla shumë të bukura. Dhe unë i dëgjoj gjithmonë. Riktheu një herë librit të shkrimtarit Odisej Grillo me prallat shqiptare. E ndjekim. Ja eshtu na erdhi përsëri dhe unë jam bashkë me ju këtu. I keni ndjekur prallat që kam treguar? Shpresoj që ato t'ju kenë pëlqyer. Dhe sot kemi prallën e radhës. Hansi dhe Greta. Ja dhe Nëna Mona po filloi ta tregoj. Tregoni të vëmendshëm, të nxjerri mësime prej saj. Kohë më parë, rrëz një pylli në një shtëpis të vogël, jetonte një druvar i varfër me gruan dhe fëmijët e tij, Hansin dhe Gretën. Një ditë prej ditësh, babai po priste drut, ndërsa nëna po bënte punët e shtëpisë. Hansi dhe Gretës, të cilët po ndihmonin babain, u shkoi mendja të mblidhnin disa kërpudha. Pa u menduar gjatë, motër e vëlla morën shtegun e pyllit. Ece, ju zën syt një shtëpis të bukur. Hansi dhe Greta nuk po u besonin syve. Shtëpisa e kishte çatin prej çokolate, oxhakët prej karameleje dhe muret prej biskote. Motër dhe vëlla të uritur nisën të shijonin në mulsirat për e të shtëpisë. Pa pritur, dera e shtëpisës u hap dhe te pragu u çfaq një plakushe topolake. Fëmijët menduan t'ja mbathnin, po me zërin e saj të ëmbël, plakushja i bindi që ata të hynin brenda. Ratë në kurth, u zgërdhi plaka. Kjo ishte një shtrig e keqe, shumë e keqe. Ajo e rëmbeu Hansin dhe e futi në një kafas. Çdo ditë, shtriga përgatiste për Hansin ushqime të shijshme që ta shëndoshte shumë më shumë e pastaj ta kollofiste.
Ndërsa Greta lante e pastronte ditë e natë si kur ti ishte një shërbëtore. Fëmijët ishin shumë të trishtuar dhe nuk dinin si të shpëtonin nga kjo e keqe e madhe që i kishte zënë. Shtriga nuk shikonte mirë nga sytë dhe çdo ditë i thoshte Hansit i tregonte gishtin e tij. Për të parë, në ishte shëndoshur sa duhej Hansi, që ajo pasaj të hante. Por djali ishte i zgjuar. Në vend të gishtit, ai zgjaste një kocë këpule. Djallo punë, po si nuk shëndoshet fare ky që unë e ushqej për ditë shumë, po kur do shëndoshet që unë ta kollofit. Kur u mërzit së prituri, Shtriga i tha Gretës: "Më ndis një zjarë bubulak, nuk do të pres më. Ndonë se është i dobët, unë atë do t'a gatuaj dhe do t'a kallafit." Po në kohën që Shtriga e nxori Hansin nga kafazi për të vënë në jetë planin e saj, ai mori vrull e shtyu Shtrigën drejt e në xhak. Fëmijët morën thesarin e Shtrigës dhe pa humbur kokë ja mbathën nga shtëpia. Në breg të lumit takuan një mjelm. Hansi dhe Greta hipën mbi shpinën e mjelmës dhe mbritën në shtëpi. Prindrit po i prisnin të shqetësuar. Motër e vëlla i dhan fjalën dhe ju premtuan prindërve se nuk do të largoheshin më kurrë nga shtëpia pa lejen e tyre. Ja dhe kjo prallës mbaroi. Ju pëlqeu? Tani unë dua të bëj dy pyetje. Dhe ju do mendojeni dhe do t'i thoni vetes: a duhet të largohemi pa lejen e prindërve nga shtëpia? A duhet të luajmë shumë vonë dhe prindit të shqetësuar na kërkojnë? Asnjëherë pa lejen e prindërve nuk do të bëni gjë. Shpresoj që më kuptuat. Mirupafshim të shtunën e ardhshme. Ju dua shumë, mos harroni këtë. Mirupafshim. Pas interpretimit të prallës së Nëna Monës, ne jemi rikthyer përsëri në studio për të bërë mbylljen e emisionit edhe për këtë të shtunë të parë të muajit qershor. Javën tjetër është mbyllja e vitit shkollor për vitin 2025-2026 dhe këta fëmijë janë më se të lumtur. Por më e lumtur isha unë vërtet që pash një klasë me çuna kampion dhe me një mësuese që pas kanë nxjerr kaq shumë kampion gjatë gjithë vitit shkollor. Faleminderit shumë mësuese Daniela Nasto, je shembull për t'u marrë nga të gjithë mësueset e tjerë, por dhe të gjithë fëmijët janë të lumtur që të kanë mësuese. Dhe unë ju bëj ftesë për të marrë pjesë në emisionin e radhës. Mos harroni të shkruani emrin e fëmijës në inboxin e RT Shkorçës ose të komunikoni në numrin e telefonit 069 31 71 676. Me Djelzën, Elenën, Kenzën dhe me gjithë kampionët, s'dua të harrojemi në askujt, dhe të gjithë kampionët nga studioja jonë e vogël, ne ju themi mirupafshim. Mirupafshim!